e cila shumë ju ka llogaritur si borxh dëshmitarit në pikë A, të cilit ju ka marrë një parcele tokës në sipërfaqe prej 67 ari në fshatin Pestov të komunës së Vushtrisë. I akuzuari tjetër është personazhi me emrin Avdi Gërbeshi. Ai dyshohet se përfitoi mbi 100.000 euro vlerë nga kamatat e fajdeve. I dëmtuari S.B për shkak të obligimeve që kishte ndaj personave tjerë që kishte marrë para me fajde është detyruar që të marrë para hua nga i pandehuri A.G në shumën prej 60.000 euro, për të cilat ka paguar fajde në shumën prej 90.000 euro, kurse i ka mbetur borxh edhe 5.800 euro, e cila shumë ju ka llogaritur si borxh dëshmitarit në pikë A, të cilit ju ka marrë një parcele tokës në sipërfaqe prej 67 ari në fshatin Pestov të komunës së Vushtrisë, në vlerën rreth 70.000 euro, si kompenzim për obligimin nga fajdet që i dëmtuari S.B i kishte ndaj të pandehurve K.G, T.G dhe A.G, të cilët e kishin detyruar që pronën ta bartin në emën të K.G për një çmim prej 9.500 euro. Avdi Gërbeshi në këtë procedurë penale përfaqësohet nga avukati Admir Salihu, i cili nuk ka dhënë detaje, sepse ka thënë se është në pritje të pranimit të shkresa nga prokuroria. Thirrja në lidhje me Avdi Gërbeshin për një akt akuzë për fajde që e ka në Ferizaj. Alo, se kemi marrë akt akuzën zyrtarisht, e kemi bë kërkesën këgjëmoti, alo se kemi pranuar që është ngrit, po ma shumë tek ju. Ku bë kërkesën, mu ofru shkresat e lëndës te prokurori, gjykata se dia o caktu, alo se ku marrë. Përpos parave, tokave dhe veturave, grupet e fajde përshkruan akt akuzë si brutale edhe me miqet dhe shokët e personave që kanë marrë fajde. Sipas akt akuzës, viktima në pikë A kishte qenë vetëm dorëzën në një rast të kontraktimit të fajdeve, por edhe prona e tij përfundoi e marrë nga të dyshuarit për fajde. Sipas akt akuzës, Kadri Gërbeshi, Tahir Gërbeshi dhe Avdi Gërbeshi akuzohen se e detyruan viktimen ta tjetërsoj pronën e tij prej 67 ari. Për shkak të obligimeve që kishte i dëmtuari S.B ndaj të pandehurve AG, KG dhe TG, për të cilat kishte marrë para me fajde, kurse i dëmtuari kishte qenë prezent si dëshmitar, mirë po me që S.B nuk kishte mundur t'i paguaj borxhet me fajde në shumën rreth 62.000 euro, të pandehurit e kanë detyruar të dëmtuarin në pikë A që të lidh një kontratë me të pandehurin KPG për shitjen e 3 parcelave toka bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme rreth 67 ari. Zona katastrale Pestov, komuna e Vushtrisë, me pretendimin se dëshmitari ka garantuar për borxhin që e kishte S.B, në atë mënyrë që kanë lidhur një kontratë të noteri se kinse e ka bler pronën me çmimin prej 9.500 euro. Kadri Gërbeshi në këtë procedurë penale përfaqësohet nga avukati Abit Aslani. Edhe avukati Aslani ka thënë se ka bërë kërkesë dhe është duke pritur të pajiset me shkresat e rastit. Të thirrja për Kadri Gërbeshin, një akt akuzë për fajde që e ka në Ferizaj. Unë kam qenë prokurorin Ferizaj se sipas ligjit ata me ngritjet akt akuzës duhet me na i dhonë ato shkresa. Mirë, edhe kam bë kërkesën me shkrimun, po ata nuk kanë qenë gatshëm me arsyetimin se ka shumë shkresa të lëndës, edhe ka nevojë për kohë gjatë derisa t'i bojnë për gjithë avokat. Dikun jam rreth 50 akuzum, kanë thonë atë, në të rastë, ndërlidhet me rastin e Brezovicës. Përveç një deklaratë që kemi dhënë vitin e kaluar nën prokurori, nuk kem shkresat lëndës dhe nuk e di se për çka po akuzohet. Ose e di për çka dyshohet se janë prapërsisht edhe tjetë ashtu diçka, po konkretisht s'm flas kurrë. I dyshuari tjetër Tahir Gërbeshi gjendet në arrati prej kohës kur policia e prokuroria e kërkojnë për llogaritë e këtij hetimi. Kadri Gërbeshi po ashtu akuzohet për fajde, edhe në një pikë tjetër të akt akuzës bashkë edhe me Lindrit Haradinajn, po ashtu nga Vushtria. Ata akuzohen se në fillim të vitit 2021 në bashkëkryerje kanë kontraktuar shuma jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër. Lindriti para dyshohet se i ka marrë nga Kadria dhe ato ja ka dhënë të dëmtuarit me fajde. Është detyruar të kërkoj para me fajde nga i pandehuri L.H në shumën prej 20.000 euro, me pagesë mujore prej 2.000 euro për 2 javë, të cilat para i pandehuri L.H i ka marrë nga i pandehuri KPG. Në atë mënyrë që i dëmtuari vetëm në emër të fajdes ka paguar shumën prej 50.000 euro, kurse borxhi kryesor ka mbetur i papaguar.
Lindrit Haradinaj në këtë procedurë penale përfaqësohet nga avokatja kosovare. Kelmendi, avokatja e tij tha se klienti i tij e ka pranuar fajësinë për fajde dhe ka lidhur marrëveshje me prokurorinë e Ferizajt. Fajde ka pas, edhe nuk ka qenë duket një shumë e madhe diçka e këtij. Si më është sigur se ka shumë kohë edhe që kemi lidh marrëveshjen mbi pranim të fajësisë, se ky ka shku me marrëveshje mbi pranimin e fajësisë. A e ka lidh marrëveshjen, a? Po, e kemi lidh marrëveshjen. E kemi pranu fajësinë para 3 vjetë. Do me thonë, ende po ngrita këtë akuza, na e kemi pranu fajësinë. Kemi lidh marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Me prokurorinë. Ky po dyshoj ka qysh peshon shkresat lëndë se ju ka ndihmu këty në familjes Gërbeshi në vështrim. Gërbeshit sakt, që ajo është.